Ka njerëz që nuk e harrojnë kur nga ka nisur edhe kur arrin majat më të larta të suksesit. Njerëz që me përkushtim, dije dhe vizion ndërtojnë jo vetëm për vete, por për një komb të tërë. Mysafiri sonte është shembulli më i mirë se si niset nga zëja për të ndërtuar një rrugtim të jashtëzakonshëm. Me dekada të tëra përvoje, ai ka lënë gjurmë të thella në botën e biznesit dhe shtetëndërtimit, gjithmonë me zemrën tek vendlindja. Dr. Azem Rexhaj, drejtues i Unionit të Bizneseve Shqiptare Gjermane, na fton të udhtojmë në përkujtimet, sfidat dhe arritjet e tij, duke na treguar jo vetëm rrugën drejt suksesit, por edhe përkushtimin për zhvillimin ekonomik të shqiptarëve kudo që janë. Vetëm pak ditë më parë, në ndrejtimin e tij u mblodhen disa nga emrat më të fuqishëm të biznesit në trojet shqiptare dhe diasporë, si Lazim Destani, Shkëlzen Jusaj, Agron Krasniqi, Armen Malazogu, por edhe emra të rinj si Gent Arifaj, për një qëllim të vetëm, bashkimin për të ndërtuar më shumë, për të quar më përpara ëndrrën shqiptare. Të që ndoqëm nga Incerti, jemi sot këtu me zotin Dr. Azem Rexhaj, është drejtor ekzekutiv i Biznes Unioneve Kosovare Shqiptare. Ne ndodhemi këtu në ambientet e Wirtschaftsklub, Domus Ekonomist. Mirë se erdhe zoti Rexhaj dhe falenderoj shumë që pranuat të bëni këtë intervistë me ne. Është kënaqësi. Ju kam parë shpesh herë në Düsseldorf këto kohët e fundit. Ka një arsye të veçantë pse rrini në këtë zonë, do të thoya që është e veçantë për ne, sepse ka shumë shqiptarë? Në fakt, Düsseldorfi është, përveç që është kryeqyteti i Nordrhein-Westfalen dhe Nordrhein-Westfalen është një prej republikave më të zhvilluara në Gjermani dhe thonë edhe në Evropë. Në Nordrhein-Westfalen e kemi dhe selinë e Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane. Në kuadër të aktiviteteve tona përfshijm bizneset shqiptare nga gjitha trojet shqiptare që në Gjermani dhe bashkëpunojmë me gjitha trojet shqiptare përfshirë, pra Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Malizi. Do të thotë që ne kemi tani një business union për gjithë bizneset shqiptare, jo vetëm ato kosovare. Po, sa. Më vjen mirë. Zoti Rexhaj, për të gjithë ata që na ndjekin, kanë shumë dëshirë me siguri të ndihen pak më shumë rreth jush. A mund të na merrni pak në ato fillimet tuaja, nga vini ju? Unë vi nga qyteti i Stogut, pra në Kosovë, pra nga fshati Cerc, atje kom lindur. Në Gjermani kom arë në vitin 1995, po do filloj nga kua kur kom arë në Gjermani. Në vitin 1995 kom arë në Gjermani dhe kom jetu deri në 2000. Këtu kom mësuar një përvojë dhe një përvojë të mirë, një disiplinë në punë, kom pasur si funksionon një shtet demokratik, si funksionon një sistem ekonomik, dhe prandaj këtë përvojë që kom përfitu këtu më kanë ndihmuar në gjitha fushat e jetës time pasi që jam këtu në vitin 2000 në Kosovë. I Stogu është i ftohtë, po është një nga vendet që unë preferoj më shumë. Aty kemi edhe një hotel trofta, kisha dëshirë ta përmend sepse është një nga investimet më të bukura që vjen dhe nga diaspora. Në cilat fusha keni bërë eksperiencat këtu në Gjermani? Këtu në Gjermani, jam kthyer përsëri në vitin 2022. Kom punuar kryesisht në fushën e patundshmërive. Kom qenë i angazhuar në kompaninë Shonit Holding dhe jam marrë me menaxhim patundshmërive, pastaj kom qenë një kohë të drejtor ekzekutiv i kësaj kompanie deri në janar të vitit 2025. Po paraprakisht keni pasur 2 dekada në Kosovë. Nuk dole pa përmendur ICMM? Po. Edhe një projekt që unë adhuroj shumë dhe ju e keni përfunduar me sukses, ose është akoma në zhvillim, do të thoya, Brezovica? Ka qenë një prej projekteve më të bukura edhe më të rëndësishme që ka pas Kosova ndonjëherë. Fatkeqësisht nuk është arrit që të përmbyllet me sukses ky projekt, sepse gjithkohon kur ne kërkonim investitor serioz dhe kishte investitor serioz të interesuar për këtë projekt, qeveria serbisë në atë kohë i shkronte investorëve dhe i kërcënonte që ky projekt është i Serbisë, prandaj do t'ju padisim në gjykatën ndërkombëtare. Dhe nëse një biznes merr një kërcënim të tillë nga një shtet, atëherë kjo me automatizëm e frikson
Ka pasur iniciator që, a mund t'i përmendi me emra, cilët kanë qenë iniciatorët për ta mbështetur këtë projekt? Në fakt ne kemi pas shumë kompani të interesuara. Mirë, por në fund kishte mbetur vetëm një konsorcium i cili ka propozuar një projekt për ndërtim komplet të qendrës turistike të Brezovicës, ka qenë një konsorcium franceze-kosovar, i cili planifikonte të investon 409 milion euro në qendrën turistike të Brezovicës. Ka qenë një projekt 4 stinor, pra është menduar që të ketë aktivitete turistike gjatë gjithë vitit. Mos zhvillohet vetëm në dimër, jo vetëm në dimër, mirë po të ketë edhe aktivitete gjatë sezonave tjera. Kjo do kishte qenë pyetja ime radhës, nëse është shfrytzuar plotësisht kjo zonë kaq e bukur. Ishin planifikuar domthonë akvapark, zona të hotelit të bukura, ka pas interesim shumë të madh të turistëve, po edhe blerësve potencial të vilave nga Shqipëria, sepse dihet që Shqipëria e ka të zhvilluar turizmin veror, ndërsa për turizmin dimror kanë pas interesim shumë të madh që të ketë një zhvendosje domthonë turistëve nga Shqipëria në Kosovë. Mirë po siç thash, duke pas parasysh në atë kohë kishte presionet mëdha, investitorët kishin presionet mëdha edhe nga Serbia, nuk arritën të sigurojnë financimin e mjaftueshëm në mënyrë që të vazhdojë tutje me atë projekt. Cilat do të ishin shumat që do duheshin për të investuar në këtë zonë kaq të bukur dhe për të marrë, le të themi, më të mirën e saj? Ky projekt ka mundësi të bëhet një formë partneritetit mes shtetit dhe investitorëve privat. Unë mendoj që ky projekt ka mundësi të bëhet me standarde të nivelit ose të klasit botëror me një investim të rreth 200 milionë euro. Wow, këto janë shumë mëdha, por unë duke njohur këtë vend, mendoj që ja vlen, edhe pse jo në një të ardhme shumë të shpejt të bëjnë këto investime, sepse Shqipëria, Kosova janë vende shumë të bukura edhe duhet zhvillohen në drejtimin e turizmit. Por ju keni dhënë shumë nga vetja. Treguat aq shumë, do doja të dija nga ju cilat janë, nëse mund t'i përmendini në 3 fjalë. Pse jeni kaq i suksesshëm? Çelësat e suksesit. Çfarë ju ka sjellë ju drejt suksesit? Unë mendoj që gjithherë çelësi i suksesit është puna. Pavarësisht që dikush mund të jetë talent i lindur, kërkohet punë. Pra talenti është, ai 10% që, por 90% që është puna dhe qëndrueshmëria, do thotë edhe që asnjëherë mos me udhërzu, gjithherë me provu përsëri, me provu domon derisa t'ja dalim. Nëse ktheheni 20 vjet mbrapa, keni menduar ndonjëherë që Kosova do ketë një zhvillim kaq të madh ekonomik? Nëse kthehemi para 20 viteve, në fakt ka qenë pak e vështirë edhe që të parashihet gjithçka. Mirë, po duke pa rinin që e madhe që ka Kosova, energjinë e madhe dhe atë vullnetin për me arrit më shumë, e kemi për shembull një shembull e kemi afaristat shqiptarë në Gjermani. Po. Kur kemi ardhur në vitet e 90-ta këtu si azil kërkues apo refugjat, kemi qenë të kënaqur nëse kemi gjetë diku një shtrat me fjetë. Është vërtet. Kemi qenë të kënaqur nëse kemi arrit që të gjejmë një punë që na siguron mjete financiare deri në fund të muajit. Mirë, po me përfundimin e luftës Kosovë, kur u vendos që ata që do mbesin këtu do mbesin, ndërsa ata që kanë vendosur me u kthehen atje, shqiptarët janë kthyer dhe kanë filluar të bëjnë biznese këtu. Dhe nga punëtorët të thjeshtë në një biznes gjerman, brenda një afati shumë të shkurt kanë arrit që të jenë aksioner apo ta blejnë komplet biznesin. Dhe kjo tregon për energjinë e madhe, për atë shpirtin e ndërmarrës që shqiptarët e kanë. Duke pas parasysh këtë shpirt që ne kemi ndërmarrës dhe gjithherë me ecë përpara, atëherë unë gjithherë kam besu që ne shqiptarët, jo vetëm Kosovë dhe Shqipëri, mirë po gjithkund ku do të jemi, do të kemi sukses. Do t'ja dalim. Kemi shpirt luftarak, kemi njerëz që vim kemi qenë popull i varfër, shumë i varfër, edhe Shqipëria në këtë rast vjen nga një izolim i tmerrshëm për shumë vitesh. Mirë po jemi njerëz, jemi shumë pak faktikisht. Bashkë mund të jemi 4 milion, 5 milion, po t'i mbledhësh Kosovën, Shqipërinë bashkë kemi dhe në Maqedoninë e Veriut, dhe në Malin e Zi kemi shqiptar, por kudo që shkojmë,
Njihemi. Edhe mua për këtë gjë më vjen mirë. Cilat do të ishin pikat ku ju do të thonit në këto dy pika, për shembull, unë do kisha dëshirë që të fokusohesh biznesi kosovar. Aty kemi nevojë shumë për zhvillim ose kemi nevojë mbas edhe për mbështetje. Unë që tashmë nga shkurti i këtij vitit jam drejtor ekzekutiv i Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane. Përveç tjerash, Unioni i Bizneseve Shqiptare Gjermane krijon edhe lidhjet, rrjetëzimet mes bizneseve shqiptare në Gjermani, po edhe në mes bizneseve shqiptare në Gjermani, pra këtu edhe atyre në Shqipëri, në Kosovë dhe në gjitha atyre shqiptare. Jemi një prej objektivave tona është që ne të arrijmë të orientojmë bizneset shqiptare në Gjermani që të blejnë, pra të importojnë produkte nga trojet shqiptare. Bizneset tona atje janë gjithashtu shumë suksesshme, mirë po ka nevojë që të fokusohen pak më shumë në disiplinën dhe në standardet e punës të cilat aplikohen në Evropë. Duhet të përshtaten. Po duhet të përshtaten. Po sepse do të thënë dhe bizneset që janë në Gjermani, do të thënë këtë rast, janë biznese që kanë dhe ata struktura që duhet të ndjekin këtu. Nuk është thjesht çështje dëshire, dhe janë edhe disa gjëra që dhe kërkohen, për shembull, mund të marrim një shembull mbas ushqimin, që janë kriteri që duhet plotësuar për të importuar në Gjermani ose në Europë. Sa është interesi ose iniciativa e këtyre bizneseve që janë etabliruar në diasporë, në Gjermani veçanërisht, le të themi t'ju japin dorën këtyre bizneseve në Kosovë që kanë interes, kanë edhe produkte, kanë edhe kvalitet shumë të mirë për t'u importuar këtu. Bizneset shqiptare në Gjermani dhe në përgjithësi në diasporë janë shumë të interesuara, sepse shohin edhe si një veprim patriotik nëse këta arrijnë që të blejnë produkte të importojnë nga trojet shqiptare. Sepse përmes importit të produkteve nga trojet shqiptare, këta arrijnë që të ndalojnë ose të ngadalsojnë edhe emigrimin e të rive. Prandaj duke blej produkte prej Kosovës, këta gjithëherë kanë parasysh që për rritet zhvillimi ekonomik i Kosovës dhe Shqipërisë. Mirë po, është një çështje që këta tani janë duke kushtuar rëndësi pak më të madhe e cilësisë së produkteve. Pra edhe kompanitë në Kosovë, Shqipëri dhe në gjitha ato shqiptare duhet të jenë më të kujdesshme me cilësinë e produkteve, sepse janë disa standarde për shembull të produkteve të caktuara të cilat aplikohen në Gjermani dhe në Evropë. Dhe gjithsesi që produktet të cilat prodhohen atje duhet të jenë në përputhje me standardet e aplikueshme gjermane, sepse edhe përkundër vullnetit të afarizëve shqiptarë këtu në Gjermani që të marrin produktet nga Kosova apo Shqipëria, përsëri ato produkte duhet të jenë në përputhje me normat. Ka produkte që janë gjanë në tregun gjerman që ne mund t'i blejmë sot për shembull? Keni këtë informacion? Po, gjithsesi, ka produkte shumë nga plastika, produkte nga dronit, për shembull kuzhina, mobilje, kemi biznese shqiptare të cilat vijnë direkt nga Kosova apo Shqipëria dhe marrin të komplet objektet, i bojnë mobilimin e tyre, ose po i bin dritaret, i bin dyrt, pa kryesisht produkte ndërtimore. Kemi edhe disa produkte, gjithashtu për shembull kemi kompaninë Kelmende, e cila merret me import të produkteve ushqimore, mirë po Kosova ende nuk e lejohet që të eksportojë produkte me origjinë shtazore dhe blegtorale, prandaj kërkohet tash një punkt ta kryejë edhe shteti. Po, si ka qenë roli juaj në këto biznes ose në këtë shkëmbim interesash, do të thoja, ose zhvillim biznesi? Çfarë roli ka luajtur Union Biznes? Unioni Bizneseve organizon takime B2B, forume ekonomike. Shumë javën e kaluar kishim një takim B2B, kishim ftuar prodhuesit drurit nga Kosova, janë taku këtu pikërisht në Wirtschafts Club, janë taku me blerës potencial, pra këtu nga Gjermania dhe kanë prezantuar produktet e tyre. Pastaj kanë vizituar edhe disa kompani të suksesshme këtu, të cilët mund të jenë blerës potencial. Gjithashtu një fushë tjetër përveç produkteve ndërtimore është edhe shërbime, për shembull kemi shumë kompani të cilat ofrojnë shërbime të teknologjisë informative prej Kosovës dhe Shqipërisë, pra ofrojnë bizneseve këtu në Gjermani. Kemi disa fusha të cilat janë me përparësi pra në trojet shqiptare, sepse
me u lidhë me pyetjen tjetër që e thatë më herët që cilat pjesë janë më atraktive në trojët shqiptare. Duhet të ketë parasysh një investitor që para se të shkojë të investojë në një vend caktuar, intereson që të ketë stabilitet politik. Për shembull, unë nëse flasim për projektin e Brezovicës që folëm më herët, në atë kohë do të thotë për 4 vite ndruan 5 ministra të tregtisë. Dhe kjo shumë dekurajuese për investitorë. Për investitor, sepse kërkojnë stabilitetin. Pra, duhet të ketë një stabilitet politik, duhet të ketë një stabilitet ligjor, pa duhet të funksionojë çështjet ligjore që të procesohen kërkesat e tyre. Infrastruktura duhet të jetë, për shembull Shqipëria ka përparësi që ka portin e ka afër, rrugën duke çdo ditë po avancojnë më shumë. Pastaj edhe Kosova pra me ndërtimin e autostradave është më afër tregut. Pra janë disa fusha që nganjëherë nuk ka fare rëndësi se në cilën zonë vendoset biznesi, nëse është afër infrastruktura, kemi energji elektrike stabile, që fatkeqësisht Kosova ka ende një problem tillë, kemi politika fiskale të favorshme, për shembull, Kosova ende është një prej shteteve më atraktive sepse normat për tatimin e korporatave ka 10%, tatimin në paga gjithashtu ka të ulët, dhe kjo e bën Kosovën shumë atraktive për investitorët, mirë po duhet plotësuan edhe disa tjera për stabiliteti politik. Kemi shumë punë për të bërë. Kemi shumë punë për të bërë. Po cilat janë avantazhet që sjell Kosova? Avantazhet mbase nuk është një avantazh për vetë shtetin, po avantazh mbase për bizneset që funksionojnë ose janë operativ këtu në diasporë, mos është vallë dhe fuqia e lirë e punës. Fuqia e lirë e punës është një prej avantazheve, mirë po siç thash më herët, një prej avantazheve janë edhe normat e tatimit që janë më të ulta se në Gjermani. Një prej motiveve të fuqishme ka qenë që janë shqiptarë, domethënë dëshirojnë me shku me jap një kontribut në zhvillimin ekonomik të vendlindjes, në punësim dhe gjithsesi me ndiku përmes këtyre investimeve me ndërprej emigrimin e trive prej Kosovës në Shqipëri. Se jo, si janë investimet e bashkëdhetarëve nga diaspora ose specifikisht nga Gjermania? Janë të mjaftueshme, janë të kënaqshme, janë në rritje, kanë më shumë, tregojnë më shumë interes? Investimet kryesisht kanë qenë patundshmëri. Mirë po, për formën apo kualitetin e investimeve të diasporës në një vend, ndikon shumë edhe politikat ekonomik që një shtet i bën. Prandaj unë e shfrytëzoj tash rastin në këtë intervistë, këtë takim që kemi juve që mi bën thirrje edhe qeverisë Kosovës po Shqipërisë që të zhvillojnë projekte atraktive dhe të ofrojnë hapësirën për mundësinë direkt bizneseve nga diaspora të investojnë. Sepse kishte me qenë një lehtësim shumë i madh. Përmendëm për shembull më herët projektin e Brezovicës. Projekti i Brezovicës është një projekt i mrekullueshëm që kompanitë shqiptare nga diaspora shkojnë të investojnë atje sepse e kanë kapitalin, e kanë dijen dhe e kanë dëshirën, e kanë atë vullnetin e madh për me zhvilluar një projekt tillë. Kosova për shembull ka probleme me energji elektrike, pra duhet të jepen hapësirë që pjesë tonë bloqet e Kosovës A apo B të rinovohen, të ndërtohen direkt nga kompanitë që janë nga diaspora. Vitin e kaluar kemi pas një ankand që një kompani nga diaspora për prodhimin e energjisë elektrike solare e ka fituar. Mirë po, kanë mundësi shumë a shumë qeveritë, komunat, të zhvillojnë projekte dhe të ftojnë kompanitë e diasporës që të marrin pjesë përmes ankandeve ose formave tjera të investojnë direkt. Nëse arrihet që përmes këtyre projekteve konkrete të ftohen kompanitë nga diaspora, atëherë do rritet edhe cilësia e investimeve. Me cilësitë e investimeve po mendoj pra që të ketë jo investime vetëm në kapital, që i thon kapital të vdekur, në patundshmëri e cila nuk gjeneron punësim direkt, punësim apo gjeneron punësim shumë në afat shkurt. Mirë, por nëse arrimi që diasporën të ofrojmë projekte konkrete, atëherë kualiteti i këtyre investimeve do rritet sepse do jetë vazhdimisht në gjenerim të vendeve të punës, në rritje të eksportit dhe do të arrihet me përmirësuar bilanci tregtar i Kosovës që fatkeqësisht është një bilanc shumë negativ. Si është bashkëpunimi juaj me qeverinë aktuale? Nuk e kemi formuar ende, po të Kosovës. Ose si ka qenë në kaluar? Në fakt Unioni i Bizneseve Shqiptare Gjermane është një organizatë, është një shoqat apolitike dhe pavarësisht kush është në qeverinë e Kosovës,
ne e shohim mundësinë dhe kërkojmë rrugë për të bashkëpunuar. Edhe tash momentalisht kemi një bashkëpunim shumë të mirë për shembull me ambasadën e Kosovës në Berlin, këtu me konsulatën në Nordrhein-Westfalen, me gjitha Frankfurt dhe gjitha konsulatat e tjera. Pra bashkëpunojmë sepse qëllimin e kemi të përbashkët. Qëllimin e kemi që sa më shumë të rrisim bashkëpunimin mes bizneseve diasporës këtu dhe gjithashtu të arrimi të orientohemi në investimin në projekte të caktuara në Kosovë. Ambasadori i Kosovës ka treguar që shumë kompani gjermane kanë treguar interes për të investuar në Kosovë. Është kjo një frut i punës suaj përbashkët? Gjithsesi, kjo është një pjesë e bashkëpunimit tonë, mirë po edhe ambasada dhe konsulata domethënë e kryjnë edhe kanë këtë pjesën ekonomike që cilat angazhohen edhe pavarësisht nesh. Mirë po gjithsesi ne bashkëpunojmë ngushtë në fushat caktuar dhe siç thashë më herët, qëllimin e kemi të njëjtë. Keni ndonjë informacion cilat janë ato kompani që kanë treguar interes për të investuar në Kosovë? Për shembull, Lidl. Ose jo, Rossmann e kemi, po DM, ose në një kompani tjetër si Aldi. Kemi një kompani të njohur që ka treguar interes të investojnë në Kosovë ose në Shqipëri? Kemi disa biznese tjera të cilave momentalisht nuk mund t'ja u zbuloj emrin, mirë po për shkak të siç e dini këtu qeveria e Gjermanisë ka marrë një vendim që të rritë investimet në infrastrukturë dhe mbrojtje dhe tani bizneset gjermane kanë shfaq interesim që të shohin mundësitë e bashkëpunimit dhe pjesë caktuar të industrisë të kalojnë edhe tek Shqipëria dhe Kosova. Pra kemi disa biznese që janë shumë bizneset të njohura të cilat kanë interesim të investojnë edhe në Kosovë dhe Shqipëri, mirë po momentalisht kemi të pamundur me i përmend me emra, do thotë përveç këtyre bizneseve që ju përmend më herët. Çdo gjë shumë sekrete deri në momentin që të finalizohet, edhe kjo mund të jetë edhe ky një çelë suksesi për të mbajtur gjërat sa më të mbrojtura mbas në këtë rast. Kisha dëshirë të kaloj pak tek ju përsëri. Cila do të ishte këshilla që do t'i jepni një djali të ri në Kosovë, që sapo ka mbaruar studimet, është plot shpresë, plot vizion, edhe mbase do të bëjë një karrierë siç keni bërë ju. Cilat do të ishin këshillat për t'ia dhënë gjatë rrugtimit të tij? Unë gjithë këtë përvojën time ose suksesin që e kam pas në sektorin privat dhe publik, kam provu që ta bartë edhe tek trit, duke qenë i angazhuar fillimisht kolegjin Klubus, pastaj që 10 vite ligjoj në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, mënyrë që të barti këtë përvojën time edhe tek student. Unë një studenti të posa diplomuar, nuk kisha me këshillu që duhet vazhdoj ëndrat e veta, mos të tërhiqet asnjëherë. Duhet asnjëherë nëse dështon një herë, nuk duhet ketë frikë. Unë për shembull kur kam diplomuar vitin 2003, ndoshta i kam bërë rreth 30 apo 40 aplikime për punë dhe nuk kam pranuar asnjë. Pastaj për një javë kam pranuar në 4 institucione. Të tjera, domethënë asnjëherë mos dorëzohen. Domethënë nuk bën me u dorëzuar asnjëherë. Secili duhet përcjell, duhet vrapoj edhe asnjëherë mos kënaqet me nëse ka siguruar një vend pune, asnjëherë mos kënaqet me aq. Me që punoni me student, prandaj mora edhe si shembull. Është ky brezi që ju sot po shkolloni, ka atë iniciativën që e ka pas brezi juaj, apo kanë atë shpirtin luftarak, kanë vizione, siç ka qenë brezi për më parë, apo janë pak më të rehatshëm, i kanë gjetë gjërat mbase më shumë gati. Unë besoj që edhe këta kanë energjinë, kanë vizion. Okej, janë pak më të rehatshëm, edhe është mirë që nuk e kanë atë vështirësitë ose zorin si kemi pasni. Atë do ta theksojmë edhe është mirë sepse ta e kanë mundësinë që një formë të arrijnë të punësohen, të zhvillojnë komplet, ta planifikojnë ndoshta edhe më mirë se kur që kemi planifikuar ne. Unë për shembull do të përmend nga përvoja ime me këtë që thash nuk duhet asnjëherë kur kam filluar punën, kam filluar në Prishtinë me pak 217 euro.
217 euro ka qenë paga, ndërsa bashortja ime merrte pagën 186 euro. Po. Edhe jetonin në Prishtinë, jetonin me qira. Me qira. Paguani dhe një qira me nga këto të ardhura. Nga këto të ardhura. Edhe drejtori i Komision Pavarë për Mineral Mineralet ku ka qenë Gjeman. Unë shkojsha me punun 8 edhe nuk u ndalsha deri në 9, deri në 10 ku kishte në. Edhe ai nuk e di ku është motivi me këtë pagë kaq të ulët. Po punoj kaq shumë. Po. Cili ka qenë motivi? Motivi ka qenë që unë me përpara, me mësu. Po. Sepse nuk kisha punu ma herë në institucione asnjëherë, kisha punu në sektorin privat, në gastronomi, në ndërtimtarijet e tjera këtu në Gjermani. Dhe ishte ajo dëshira edhe vullneti që me mësu, sepse kur përgatitna mirë, atëherë mund të jemi pazavendësueshëm. Dhe pikërisht kështu ndodhi, pas një viti që kom fillu të punoj, kom punu në administratën e financa, administratën e Komisionit Pavarë për Mineralet. Pas një viti jam emëruar do të thotë zëvendës drejtori i përgjithshëm, pastaj pas 2 vite të tjera drejtori i përgjithshëm. Por asnjëherë nuk ka qenë paga për mua ai përcaktuesi unë sa duhet punoj. Nëse unë kom nënshkruani kontratë dhe kom vendosur me kryeni punë, atëherë pagën e kom lënë anash, pra ju kom përkushtu obligimeve të punës. Dhe kjo pastaj është një brez që i kushton më shumë vëmendje pagës të ardhurave se sa asaj që mund të korrin në biznese që i kanë strukturat ku mund të mësojnë më shumë. Po themi në fillimet e tyre, se mbas një periudhë kohë edhe meritojnë të kenë një pagë më të lartë. Po në fillimet e tyre, janë më shumë të fokusuar tek paga? Po, besoj që tash janë pak më shumë të fokusuar për shkak se ka një stabilitet pak familjar, do thotë me të ardhmë të tjera mirë, por megjithatë nuk mund të përgjithsojmë asnjëherë. Unë besoj që përsëri ne kemi një rini të shëndosh, edhe në Kosovë, Shqipëri, po çka është një diçka shumë e mirë është edhe me trit dhe trejat shqiptare edhe këtu në Gjermani, të cilët kanë arritë të shkollohen, të jenë të suksesshëm në të gjitha fushat ku janë drejtuar. Prandaj edhe ne si Unioni i Bizneseve Shqiptare Gjermane vazhdimisht i ftojmë edhe drejtues të bizneseve këtu që t'i përfshin sa më shumë edhe në Union, edhe gjeneratën e dytë. Si është Union Biznes, si është i strukturuar? Janë vetëm bizneset të mëdha apo janë të mirëpritura dhe ata të voglat, ose mbas edhe njerëz që synojnë të themelojnë një biznes dhe thjesht do të jenë pjesë e këtij klubi për të marrë informacion, për të informuar paraprakisht? Nuk e kemi të kurzuar, i kemi 3 kategoritë antarësisë. Kemi kategoria silver është kategoria, do të thotë e parë, në cilën marrin pjesë bizneset më të vogla. Mirë, por nuk është e përcaktuar, do të thotë madhësia e biznesit për të qenë antar i biznesit, sepse edhe bizneset e vogla duke u bërë antarë, duke pas takime me afaristë të tjerë suksesshëm, duke nënshkruar marrëveshje, bashkëpunime edhe me të tjerë, arrin me urrit. Pra asnjëherë nuk e ka filluar nga lart. Gjithmonë fillon nga poshtë. Për këtë arsye do thotë janë të mirëpritur secili afarist i cili ka vizion, ka dëshirë, vullnet me ecë përpara, është i mirëpritur në Unionin e Bizneseve. Gjithashtu do thotë ju ofrojmë asistencë, ju ofrojmë takime edhe me udhëhec të kompanive të ndryshme, për shembull kemi pra Unioni shkruar nga disa njerëz të suksesshëm me një vullnet shumë të madh për të bërë diçka më shumë sikurse biznesin e tyre. Për të marrë përvojat e tyre. Dhe kemi mundësi përmes forumeve që i organizojmë, përmes takimeve të përbashkëta, që të bisedojnë dhe të marrin përvojën edhe të njerëzve të suksesshëm, pse jo të këtyre që sot kanë, do thotë, me mijë punëtorë. Ju tregova edhe më herët gjatë bisedës tjetër, për shembull, kemi një antar të ri, një antar premium që kishte arritë të bëhet pronarin e biznesit që themeluar në vitin 1889. Ka filluar si një punëtor i thjeshtë në biznes, ndërsa nga janari 2024 ishte pronar 100% dhe kishte 2 fishuar dhe çakullimin e biznesit. Dhe çfarë më pëlqeu mua tek historia që ju më përfyet ishte që në këtë biznes ishte inkuadruar dhe familja, edhe gruaja dhe motra, femra shqiptare, që më përpara nuk ka qenë kështu. Femra më tepër ka qenë ajo që lunte rolin e një shtëpiake, se një anvisë
shtëpie, kurse sot femra shqiptare ka marrë komplet një tjetër, ka dalë një tjetër dritë. Janë femra që janë shumë suksesshme në diasporë, kanë profesione shumë të mira, edhe janë bërë një krah shumë i mirë qoftë për bashkëshortet e tyre kur kanë kompanitë e tyre. Si është pjesëmarrja në Union Business të femrave? Keni shumë antare femra? Fillimisht është pak për femrën, dihet që femrat gjitha kanë qenë shtylla të familjeve tona, po edhe çdo biznes i suksesshëm, edhe nëse nuk ka qenë femra drejtuesi i biznesit, ajo ka qenë një shtyllë e familjes, prandaj edhe burri ka pas mundësi që ta ka pas ma lehtë ta drejtojë biznesin. Mirë, po fatmirësisht, domethënë si në çdo fushë tjetër, edhe në bizneset shqiptare këtu, unë takoj çdo ditë që femrat janë shtylla të bizneseve. Pra janë bashkëdrejtuese apo drejtuese të bizneseve, të cilat janë shumë të suksesshme. Në Unionin e bizneseve në kryesi e kemi edhe një femër gjithashtu shumë e suksesshme, mirë por nuk kemi edhe një pjesëmarrje për shembull në takime, nuk kemi pjesëmarrje shumë të madhe të femrave, prandaj vazhdimisht i inkurajojmë sepse Ti ftojmë të gjithë femrat në shqiptare në diasporë, edhe pse jo në Gjermani, ti drejtojmë Business Union sepse kemi nevojë për ju. Kemi nevojë. Pjesëmarrja e femrave do thënë çdo lloj institucione është e bukur sepse kanë disa virtyte që unë kam dëshirë të bëj shumë dallim gjinish, por kanë disa virtyte që janë shumë atraktive, le të themi, ose janë shumë të mira. Po gjithsesi do thotë në momentin që në biznese, në çdo pjesë të shoqërisë nuk është një përfaqësim edhe i femrave dhe i mashkullit, do thotë nuk është komplete. Pra, plotësoj njëri tjetrin. Prandaj edhe në Union bizneseve, në momentin që kemi edhe femrat suksesshme, edhe mashkullit suksesshëm, do thotë përmes përvojave tyne, por kemi mundësi sepse ne, siç përmendëm më në Union të bizneseve, përveç kontributit të rjetizimit, përdoren personat të suksesshëm që me përvojën e tyre të nxisin edhe të tjerët të në shkëmbejnë ide, përvoja me të tjerët, në që tjerët të jenë suksesshëm. Është një diçka shumë e mirë tek shqiptarët këtu, që nuk e shohin një tjetrin gjithashtu si konkurrencë, po si partner. Me shumë kënaqësi, nëse një për shembull prej bashkëpunëtorëve tyre ka të drejtë ta bënë dëshirë me bën një biznes me pavarësu, e ndihmojnë domethënë që të pavarësohet, ketë një biznes, e ndihmojnë në kryerjen e punëve derisa ai të forcohet, sepse ka filluar me u kuptuar që sa më shumë që një biznes suksesshëm, sa më shumë ndihmojmë njëri tjetrin mund të jemi më të suksesshëm, sepse konkurrenca në Evropë është shumë e madhe. Dhe me këtë konkurrencë mund të përballojmë vetëm nëse jemi bashkë. Tani më bjen mendje fjalët e Skënderbeut, bashkimi bën fuqinë. Po, pikërisht. Bashkimi bën fuqinë. Business Union jo vetëm një klub që ka dhënë një kontribut shumë të madh në jetën ekonomike e diasporës si atë në Kosovë, por edhe me një zemër shumë të madhe. Kam informacionin që ju investoni tashmë edhe në shkollimin veçanërisht të femrave. Është e vërtet kjo? Po, e vërtet është. Unioni i bizneseve shqiptare gjermane në vazhdimsi jep bursa për studente kryesisht. Për studente femra. Për studente femra. Edhe do të thotë synimi ka femrat të cilat kanë nevojë më shumë, pra nuk i kanë kushte të mira ekonomike. Gjithashtu me prioritet kanë qenë në vitet e kaluara edhe vajzat e dëshmorëve. Pra që t'ju jepen bursa dhe t'ju lehtësohet studimet, por vajzat e atyre që kanë kontribuar edhe më shumë të ju kemi bërç shumë, do të thotë ju kemi bërç edhe lirinë tonë. Prandaj është një prej fushave që anëtarët e Unionit të bizneseve në vazhdimsi e bojnë me dëshirë shumë të madhe. Dhe është një investim shumë i mirë. Po, pikërisht është një investim dhe unë mendoj për këtë arsye do thotë kjo që thatë ju më herët që edhe të përfaqësohur më shumë edhe si anëtarë në bizneseve femrat kishte me forcu edhe më shumë Unionin e bizneseve shqiptare gjermane, se nëse nuk jemi të përfaqësuar gjithë atëherë nuk jemi dhe të plotësuar. Është absolutisht e vërtet, dhe unë jam shumë e bindur që do na ndjekin edhe do të keni një kërkesë shumë të madhe dhe kjo pjesë do unë vetë do aktivizohem sepse
E shoh si shumë të nevojshme. Zoti Rexhaj, kam në fund të intervistës kam edhe 5 pyetje për ju, po të në Shqipëri thon pak më spec. Do kisha pas dëshirë të marrë një përgjigje, por nëse ju nuk doni të përgjigjeni, prapë është në rregull. Me kë është më lehtë punosh? Me shqiptar apo me gjerman? Përsëri do të thosh më letër të punos me shqiptar. Me shqiptar. Sepse jemi vetë shqiptar dhe e njohim njëri tjetrin më mirë. Po. Cili është ajo klishe, ajo miti që do ta shuaje të mendimeve që kanë njerëzit në Kosovë, në Shqipëri, për bizneset në diasporë? I kanë kështu disa klishe, disa mendime që thonë, në Gjermani funksionon kështu. Por faktikisht nuk është e vërtetë. Në Gjermani funksionon më mirë për shkak se ligjet janë më të lehta. Dhe shteti nuk na lejon me po gabime. Pyetja nr. 3 është: cili është gabimi që bëjnë shqiptarët në bizneset e tyre? Përgjithësi po flas. Një veprim për dikon mund të jetë gabim mirë, po për një biznes tjetër mund të jetë edhe shans. Për shembull, në ekonomi gjithë mësojmë që planifikimi është qelës, pra dështimin e planifikimi është quhet planifikim për dështim. Mirë, po nga një herë pikërisht pse ndoshta shqiptarët nuk humbin shumë kohë duke planifikuar, derisa tjetri të humb kohën gjatë planit ky e zhvillon biznesin. Po sido që tjetë, përsëri unë kisha me u kthy tek përvojat botërore që shqiptarët duhet planifikojnë pak më shumë. Pak më preventiv. Po. Çfarë duhet bëjë njëri që mos të ketë kur, ose le të themi të ketë sukses jashtë vendit? Duhet të përkushtohet punës, të jetë i disiplinum. Mos ta harroj asnjëherë qëllimin që ka ardhur. Për shembull, unë them studentëve që vinë këtu, të mos harroni ato që ke ardhur për me studiu dhe prioriteti yt, pra gjitha prioritetet një e ke studimin, pastaj ke 5 zbrasa nga 6 ose nga 7 fillojnë të tjera. Pra asnjëherë për secili që të ketë sukses nuk duhet të harroj prioritetin pse ka. Është e rëndësishme kjo. Ju si profesor, cilin libër do kishit dëshirë t'u sugjeroni të rinjve për ta lexuar, për të mësuar më shumë, edhe për të qenë më të suksesshëm? Gjithëherë ju preferoj librat të cilat atyne do t'ju pëlqejnë, po gjithëherë që ju lidhen me fushën apo që ata kanë zgjedhur. Sepse tani kemi aq shumë informata, aq shumë ka literaturë në rrjete sociale, në platforma të ndryshme, që nëse neve shpërndahemi shumë, atëherë na humbet fokusi. Prandaj unë sugjeroj secilin të ri apo student që të koncentrohet në literaturë, në librat, në fushën që e ka zgjedhur ta zhvillojë dhe të ecë përpara. Sepse nëse zgjerohet shumë, pastaj të specializohen në fushën e tyre. Zoti Rexhaj, koha iku aq shpejt. Unë ju falenderoj shumë për intervistën. Ishte një kënaqësi, edhe mendoj që sot kemi përcjell shumë mesazhe për të gjithë ata që na ndjekin. Unë ju uroj gjithë të mirat e suksese në vazhdimsi dhe Business Union suksese sa më të mëdha dhe një zgjerim sa më i madh në të gjithë Gjermaninë, dhe më vjen mirë që sot e tutje quhet Business Union Business Shqiptar. Edhe sukses në vazhdim. Ishte kënaqësi edhe për mua, ju falenderit shumë. Unë e shfrytëzoj rastin me i përshëndet gjithë ata shikues dhe lexues e kësaj interviste dhe misionit tuaj, po gjithashtu ti përshëndetje dhe gjithë antarët e Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane dhe veçanërisht ata ideatorët ose themeluesit të këtij Unionit Bizneseve Shqiptare Gjermane, të cilët nuk kanë kursy, domethënë pra duhet kemi parasysh se secili prej tyre këtë punë e kanë bërë vullnetare, asnjëri nuk ka pasur një përfitim financiar. Secili prej tyre ka investuar shumë përveç mjeteve financiare dhe nga koha e tyre vlefshme që me i bashku bizneset shqiptare bashkë në diasporë, pastaj këto biznese me mujt me ndërtu
urat bashkëpunimit me kontribu për zhvillim ekonomik në vendlindjet tona. Prandaj shfrytëzoj rastin me përshëndet këta për iniciativën, për kohën, për gjithë ata që e kanë dhënë që ky Unioni i Biznesit Shqiptar Gjermanë të jetë këtu si është, dhe gjithashtu t'i lut që mos dorëzohen, pra të vazhdojnë edhe matutje sepse kemi ende shumë punë për të bërë. Ka shumë biznese shqiptare që janë shumë të suksesshme në Gjermani dhe në përgjithësi në diasporë, dhe na synojmë që në mënyrë graduale të gjithë t'i ofrojmë bashkë dhe të kemi mundësi që Unioni i Biznesit Shqiptar Gjermanë, apo bizneset si antar të këtij unioni të jenë si motor i zhvillimit ekonomik të trojve shqiptare. Është e rëndësishme. Pra edhe ne sot nga përtej kufive japim pikërisht këtë mesazh. Bashkimi bën fuqin, qëndroni të fokusuar dhe siç ja kemi premtuar, ne nuk kemi vetëm një mision, po kemi edhe një mision. Natën e mirë së bashku. Jeta është një aventurë plot mundësi, por edhe pa parashikueshme. Çfarë ndodh nëse gjithçka ndryshon papritur? Me sigurimin e jetës, Signal Iduna ju siguroni që familja juaj të jetë mbrojtur financiarisht në rast nevoje. Veproni tani për ata që i keni më të shtrenjtë. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.